Vis një reni për qafimit të nxënësve ma pagun krejt vështërsinë 11 vjetëve. Betim Bregovina punon si psikolog në shkollën e Xhmi Mustafa në fshatin Besit të Prishtinës. Betimi është i verbër që nga lindja. Në një intervistë për Kallzo.com, ai ka treguar sfidat dhe barierat jetësore që e përcjellen nga studimet e deri te punësimi i tij. 06.03 Bregovina tregoi se rrugëtimi i tij akademik dhe jetësor ka qenë i gjatë dhe i mbushur me pengesa, ku krahas sfidave fizike, ai është përballur edhe me varfërinë, diskriminimin e paragjykimet e shoqërisë. Po, unë ka fundi i bachellorit të parë, domethënë ose studime bazike të para, po flasim për vitin 2018, e kam përjetuar shumë rande emocionalisht, kur e kam vërejtë që paragjykimet, mospranimi, stereotipet, diskriminimi, kam është më prit, edhe dyqysh e kam ditë një farformë që do t'jetë shumë e vështirë me u pronësu. Për mu është vetë jeta. Me rreth 500 nxënës i kanë Xhmi Mustafa, nuk kalon muji, e jo gjithsesi vjetore, por nuk kalon muji, ndoshta pa pas kontakt fizik me mbi 70% e nxënësve. Lidhja me nxënëst është përveç pjesës profesionale, unë këta i kam shok, prej edhe shoqe, prej parafillores deri te klasa e 9. Nuk kam mundësinë me dalë, me përshku korridorin e 2 kateve, edhe me dalë e bërë me shku dikun, pa ma zonë rrugën, pa ma kërku për qafimin, të pakte 20-30 nxënës. Të më thonë, ajo dashuria e pa kushtume që ma adhurojnë këta fëmijë, për mu është gjaja që nuk ka mundësi me kompensu. Vis një reni për qafimit të nxënësve ma pagun krejt vështërsinë 11 vjetëve. Për te angazhimit si psikolog, ai është i dhënë edhe pas letërsisë, një rrugëtim të cilin e nisi në nëntor të vitit 2002. Deri më sot ai numëron rreth 22 tituj të botuar si autor dhe bashkautor, duke shkruar për tema të larmishme që nisin nga folklori e trashëgimia autoktone shqiptare e deri te sfidat emocionale të adoleshentëve. Në fund të vitit 2024 kam botu romanin e parë. Shkruaj për lloj temash, për shumë çka. Po, më shumë të mbëqenjë këto tema trinore të adoleshentëve, më pëlqej më ngucim, shkrujti. Ma ka thy zemrën. Të më thonë, gjanat më emocionale, më pëlqej nëse flasim për shkrimin. Osha në librin e Portokallt, për teknikat e meditimit, e ka një thënie, thotë kështu. Do doja të kujtohesha së paku për një gjë të mirë. Kisha dashur që nëse veç një rast, veç një familje, veç një individ, e motivoj, veç në një moment të vështirë, buhna shkak për me ja lecu, unë e konsideroj që e kam kryer misionin e jetës. Nga drejtoria e nxënësit të shkollës, u tha se ardhja e tij si psikolog në këtë shkollë ka sjellë një frymë pozitive e mbështetëse për ta, ndonse kushtet infrastrukturore të objektit nuk janë përmirësuar ende. Jo, mrena ku ai punon edhe vepron pak a shumë po, i janë plotsu disa prej kushteve, kompjuteri, printeri, këto krejt çka i duhen me krye punë përndryshe, nga ana infrastrukturore e objektit, jo nuk është më kuqe. Jemi mësuar që duhet psikologu, edhe unë e kam pa, edhe prind edhe fëmijët mo nuk e kanë tabu emrin psikolog. Fëmijët sot përveç referimeve që i bojnë edhe prind edhe mësimdhënësit, ndodh shpeshherë, paraqiten edhe vetë, për në njëllën prej problemeve që ata e ndjejnë, me shku vetë. Raporti i nxënësve me psikologun është shumë i mirë, për shkak se psikologu gjithmonë merret me neve me seriozitet, edhe domethënë flet me neve na këshillon për bringat dhe për krejt shqetësimet tona dhe bën seanca të rregullta me neve.